Ish banore e edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Loredana Brati, është një emër mjaft e përfolur në showbizin shqiptar. Çdo publikim i saj në rrjetet sociale bëhet menjëherë lajm portalesh. Së fundmi, ajo ka ndarë mendikësit një moment të veçantë. Ajo ka shfrytzuar llogarinë e saj në Instagram për të uruar vëllain e saj të vogël, Ferik Brati, për ditëlindje. Loredana ka publikuar një foto ku shfaqet krah vëllait të saj. Ata shihen të veshur në ngjyrë të zezë në një atmosferë festive në një ambient të këndshëm për herë të parë. Bashkangjitur fotos, ish konkurrentja e njohur ka shkruar një urim të përzemërt. U bësh 100 vjeç jeta ime, Ferik Brati, duke shprehur kështu dashurinë vëllait të saj. Postimi i Loredanës ka tërhequr vëmendjen e fanëve, të cilët kanë pëlqyer dhe komentuar në masë, duke shprehur urimet e tyre më të mira për vëllain e Loredanës, Ferikun. Nga ana tjetër, ky është një postim i rrallë që Loredana zgjedh të prezantojë para publikut vëllain e saj, që me sa duket menjëherë ka rrëmbyer zemrat e fansave. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.